Homo fansat e Selinës, si kaloni? Ja ku po takohemi me mua Tironin. Subscribe në kanalin ton, që të ndiqni të gjitha ngjarjet në fakt që kanë të bëjnë me jetën e artistëve, me show business shqiptar, me përditshmërinë. Dua të ndaloj tek ju në një moment shumë interesant, një gjë që në fakt unë e solla dje para se të ndodhte. Dje Selina nxori një fotografi teksa po bëheshte gati në një make-up artist dhe nxori një dorë të kapur në foto që ishte dora e Gimbos, që Gimbo do me thënë e shoqëronte edhe te make-up artisti, që nuk kupton Selina mund të jetë në Prishtinë sepse aty është xhiruar dhe klipi. Selina dhe Gimbo, ashtu siç u përfol shumë nëpër media, ashtu siç unë e kam ngritur amencim sepse e kisha lajm të sigurt, kanë bërë një bashkëpunim bashk. Tashmë që Gimbo ka hapur kanalin e tij zyrtar ku postohen edhe këngët me gjestin, edhe të gjitha projektet e tjera, Gimbo është duke punuar fort për të ardhur te publiku edhe në këndin si DJ, jo vetëm si DJ i gjestit, por edhe si DJ Gimbo. E pyetur në Goca dhe Gra, Selina atëherë e la domethënë të hapur këtë mundësinë për bashkëpunim, por siç duket që qen ka një mundësi e vërtet. Domethënë ditën e djeshme, Gimbo dhe Selin kanë regjistruar videoklipin e këngës së tyre të parë. Domethënë nuk do të jetë një këngë e kënduar, do të jetë thjesht një melodi e punuar nga DJ Gimbo, ku Selin do të jetë pjesë e kësaj melodie, domethënë ka një rol të rëndësishëm në klip, pothuajse është nga fillimi deri në fund të klipit. Ilustrimet e klipit që do t'jepen, apo domethënë skenat e klipit, tregojnë një marrëdhënie dashurie të lumtur të çiftit, domethënë është komplet e fokusuar në marrëdhënien e tyre, në dashurinë e tyre, në lumturinë e tyre, por e shprehur në tinguj muzike. Kjo është rastësi, ne nuk jemi mësuar të dëgjojmë, po nëse ju klikoni dhe kërkoni në Google, do të kuptoni që ka njerëz në botë që bëjnë vepra të këtilla që realisht janë shumë të dashura dhe kanë arritur në stade të larta pikërisht me këto qëndrime. Dhe në këtë rast, domethënë Gimbo ka përzgjedhur që projektin e tij të parë artistik, që në konkur ka filluar që të jetë DJ-e deri më sot, domethënë ta sjellën me Selin, me bashkëshorten e tij. Këtu që nënkuptojnë që marrëdhënia e tyre është shumë e lumtur. Selina dje postoi një video, domethënë videoklipi xhirohet në ambient të mbyllur, pothuajse në të njëjtën studio ku Selin bëri xhirimet e reklamës së parë, e cila akoma nuk ka ardhur në fakt në tregun mediatik. Dhe kështu që domethënë do të jetë një klip i punuar bukur, i thjesht, por që do të ketë ngjyra interesante që jam i bindur që nga publiku do të vlerësohet, do duartrokitet dhe do t'i jepet një ngjyrë, një emocion shumë interesant dhe shumë i bukur. Ne do të vazhdojmë të ndjekim çiftin, dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju këtë klip dhe si e keni shijuar.